Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka konfirmuar përmbytjen e afatit për aplikim të subjekteve politike që do të kalojnë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit. Afati i hapur që nga 24 nëntori përfundon të dielën në mesnatë, ndërsa shumica e partive kanë dorëzuar aplikimet e tyre në ditët e fundit në 30 nëntor. Sipas të dhënave të KQZ-s, 4 partitë kryesore, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Social-Demokrate kanë vendosur të garojnë koalicion zyrtar. Ndërkohë, Lëvizja Vetëvendosje ka formalizuar koalicionin e saj me 3 parti, Guxo, Alternativ dhe Partinë Shqiptare Demokratike. Të gjitha partitë pjesëmarrëse kanë detyrim që brenda një jave të dorëzojnë online listat me kandidat për deputet, të cilët do të përfaqësojnë subjektet e tyre në garën parlamentare. Për krahasim, zgjedhjet e 9 shkurtit të këtij viti patën gjithsej 28 subjektet certifikuara nga KQZ për pjesëmarrje, duke treguar një numër të ngjashëm të pjesëmarrësve edhe këtë herë.